Tem të informacioneve dhe flasim për konstituimin e kuvendit, përpjekje pas përpjekje dhe kemi kaluar edhe të 25 hera me rast që po bëhen përpjekje për me konstituu kuvendit, me gjithat po dështojmë, në një herë është këtu edhe si shaka këtu në studiot e emisionit mëngjesit. Por, çfarë dëme po u shkaktohet komunave të tjera të Kosovës, do ta kuptojmë përmes bisedës dhe intervistës cilën do ta zhvilloj tash Beqana në lidhje direkte. Mirëmëngjes edhe një herë Beqan për ty, linja për ty. Mirëmëngjes edhe një herë Agnes dhe për krejt shikuesit që po vazhdojmë me qëndru me Koavisionin, siç e the edhe ti, është edhe një përpjekje sot që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, mirë po që pikërisht për shkak të mos krijimit të qeverisë, po e psohen edhe komunat e Kosovës, sepse disa vendime nuk po munden të merren, andaj edhe financat pra keqen nëpër komuna. Për këtë do të na tregoj të gjitha detajet drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, zoti Sazan Ibrahimi, që sot na ka mbipitur këtu në zyrën e tij. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për pyetjen. Përshëndetje Beqan, mirë se erdhët në shtëpinë e komunave, në Asociacionin e Komunave. Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e Koavizionit. Çka po ndodh realisht me komunat e Kosovës? Kjo mos krijimi i qeverisë, si po ndikon tek ta? Po spari duhet të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e pastaj qeveria. Me mos konstituimin e institucioneve qendrore, normal që po ka efekt edhe në nivelin lokal, sepse kemi të bëjmë me amandamentimin e shumë ligjeve, cilat prekin kompetencat e komunave, dhe gjithashtu janë edhe në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Neve si Asociacioni Komunave kemi ngrit disa shqetësime në nivelin qendror në vitin paraprak, dhe në strategjinë legislative të këtij viti janë futur disa ligje të cilat duhet të amandamentohen dhe të cilat shkojnë drejt për drejt në interes të qytetarit. Për shembull është ligji për tatimin pronë, edhe pse ky ligj është miratuar para një kohe shumë të shkurt, po është vërejtë që zbatimi i tij pothuajse është problematik. Këtë ja kemi theksuar edhe nivelit qendror, përkatësisht edhe ministrit Murati, ku kjo ministri në mënyrë arbitrare e pat miratuar ligjin për tatimin pronë dhe fakturat qytetarëve vitin e kaluar i patën shku të dy fishuara, në disa raste të 3 fishuara. Gjithashtu në fundin e vitit kaluar, neve si Asociacioni Komunave të Kosovës, përmes presionit të bizneseve të ushtruara në kryetarët e komunave dhe kryetarët e komunave kanë kërkuar në asociacion që ta ngrim problemin e fakturave të tatimin pronë për prona komerciale. Dhe në fund të vitit të kaluar, ministri Murati mori vendim që ta pezulloj një nen të ligjit për tatimin në pronë sa i përket pronave komerciale, është një nen për tatimin progresiv, shkolla progresive tatimin pronë, e cila po të zbatohej këtë vit, bizneset kosovare do të pranonin faktura të cilat do të ishin 200% apo 300% më të shtrejta, dhe në bazë të analizave tona, ka pas mundësi që një biznesi në Republikën e Kosovës të shkoj faktura tatimin pronë mbi 1 milion euro. Edhe për këtë arsye neve si asociacion kemi reaguar dhe pas reagimit ton ministria pezulloi zbatimin e këtij neni. Tasha është ligjore që të pezullohet zbatimi i ligjit apo jo, ato e di niveli qendror. Për këtë arsye pas presionit kryetarëve përmes asociacionit, këtë vit e kemi në strategjinë legislative amandamentimin e ligjit për tatimin në pronën e palojshme. E dyta është granti 4. Granti 4 apo ligji për financa lokale është kërkesë e gjithë kryetarëve që ta amandamentohet, sepse shumica absolute e kryetarëve në shumicën absolute të rasteve kanë deklaruar që ministritë e linjës nuk po i ndajnë në mënyrë të drejtë, të barabartë financat e tyre kundrejt komunave të Republikës Kosovës, dhe edhe ky ligj është i paraparë në strategjinë legislative. Pastaj problemi tjetër është ligji për prokurim publik, i cili është një ligj shumë problematik, sepse për shkak të këtij ligji shumë procese dhe shumë projekte nuk po mund të zbatohen me kohë dhe pastaj po vinë edhe pasojat, po është edhe ligji për planifikim hapësinor. Domethënë është një së ligjesh, të cilat i prekin kompetencat e komunave dhe janë në interes të qytetarëve, që me konstituimin e kuvendit neve po besojmë se do të hynë në fazën e amandamentimit. Kjo është një ndër problemet kyçe, po mendoj pse komunat mendojnë që sa më shpejt se konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës është më mirë. Në anën tjetër kemi 3 komunat e Republikës Kosovës, vitin e kaluar nuk kanë mund të miratojnë buxhetet e tyre komunale me kohë.
Do thonë se komuna duhet i miratojnë buxhetet e tyre komunale deri me 30 shtator dhe pastaj t'i dërgojnë në nivelin qendror dhe aty bëhet ligji për buxhetin e Republikës Kosovës ku inkorporohen gjitha buxhetet komunale dhe miratohet. Komuna e Prishtinës, Xhilane dhe Zubin Potokut nuk kanë arritur që me kohë t'i aprovojnë buxhetet e tyre komunale dhe tani si pasojë e mos konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, këto 3 komuna nuk mund të zbatojnë projekte të reja kapitale, se kështu është me legjislacionin në fuqi. Pra, vitet e kaluara, nëse një komunë nuk ka mund apo nuk ka arritur që me kohë të aprovojë buxhetin e vet komunal, atëherë Parlamenti i Republikës Kosovës ka marrë vendim për miratim të buxhetit të asaj komune përkatëse. Në këtë rast, tash me mos konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, këto 3 komunat nuk mund të fillojnë zbatimin e projekteve të reja, po duhet gjitha projektet t'i adresojnë apo t'i zbatojnë duke u bazuar në buxhetin e vitit kaluar. Do të thonë edhe kjo është një pengesë e komunave. Po, a ka ndonjë projekt pikërisht ndoshta që nuk po mundet me fillu dot? Pa qenë edhe kjo. Një projekt madhor ndoshta që është diskutuar mjaft shumë, mirë po që për shkak të kësaj nuk po mundet dot. Po ka shumë projekte për investime kapitale të reja, cilat janë paraparë dhe janë miratuar me buxhetet komunale. Mirë po këto buxhete janë miratuar me vonesë dhe për këtë arsye ka pengesa në realizimin e tyre. Po të ishte konstituar kuvendi, atëherë normal që kuvendi do t'i merrte parasysh këto buxhete dhe do t'i miratonte. Mirë po tash nuk mund t'i zbatoj. Dhe këto 3 komunat normal që nuk mund t'i zbatojnë projektet e reja, dhe si pasojë duhet veprojnë sikurse të ishin në vitin para praksoj për këtë shpenzimeve buxhetore. Problem tjetër, i cili është pothuajse shumë i madh, është plani për zhvillim apo plani i rritjes së Bashkimit Evropian, ku Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor ka ndarë rreth 6 miliardë euro, ku edhe Kosova merr me qindra miliona euro. Mund të marrë, mirë po, pasi që Kuvendi i Republikës Kosovës nuk është i konstituar, atëherë nuk mund të thithen edhe këto fonde. Dhe pothuajse sepse gjitha projektet, edhe pse mund të menaxhohen nga niveli qendror, ato realizohen në për komunat e Republikës Kosovës ku qytetari i sheh ato të mira, nuk mund të zbatohen. Pra janë me qindra miliona euro, cilat edhe komunat në këtë rast në mënyrë direkte humbin mjete financiare. Ato projekte kanë të bëjnë me infrastrukturë lokale, me digitalizimin dhe transformimin e shërbimeve publike, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Do të thonë, pothuajse janë gjitha këto pasojat e mos konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër kemi edhe masat e Bashkimit Evropian, ku Kosova është duke pësuar me qindra miliona euro për shkak këtyre masave dhe normal që ka shumë projekte cilat janë duke u zbatuar, kanë filluar të zbatohen në nivelin lokal, po janë ndërprerë. Ato kanë të bëjnë me trajtimin e ujrave, seza me menaxhimin apo ekonominë qarkore, si po thonë menaxhimin mbetorinave që nga grumbullimi, riciklimi e tjera, po ka edhe projekte tjera që kanë të bëjnë në fushën e arsimit, ngrohje qendrore e tjera. Do të thonë është një varg problemesh cilat prekin komunat drejt për shkak të mos konstituimit e një institucioneve të nivelit qendror dhe neve duam të besojmë që këto institucione duhet të konstituohen në të mirë të qytetarit të Republikës Kosovës. Marr parasysh që këtë vit jemi edhe në vit zgjedhor për nivelin lokal. Do thonë presim shumë shpejt që presidenti i Republikës Kosovës të shpallë dhe ditën se kur do t'i kemi zgjedhjet lokale dhe komunat janë duke pësuar shumë. Nga këto që i thash, po edhe nga elemente tjera. Për shembull, komunat janë duke humbur shumë sa i përket zbatimit kontratës kolektive, ku pa drejtësisht komunave po i miren me qindra miliona euro. Do thonë deri më tani në bazë të llogarive që i kemi, vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti komunave përmes proceseve gjyqësore ju kanë marrë mbi 37 miliona euro, ku shumica absolute e këtyre mjeteve kanë marrë për shkak të zbatimit të kontratës kolektive. Pastaj kemi edhe vendime tjera, cilat Parlamenti i Republikës Kosovës nuk i ka respektuar disa vendime gjykatës kushtetuese dhe si pasojë e saj tash zyrtarët publik në nivel lokal kanë filluar që përmes gjykatave të adresojnë raste ku përsëri komunave do t'i miren mjetet financiare, edhe pse Kuvendi i Republikës Kosovës është fajtor
sepse nuk e ka amandamentuar ligjen për paga, ashtu siç ka kërkuar gjykata kushtetuese. Tash niveli qendror i bën problemet edhe komunat psojnë. Si te kontrata kolektive. Për shembull, kontratën kolektive nuk e kanë nënshkruar komunat, e kanë nënshkruar niveli qendror. Mirë po, bara financiare i bie komunave. Dhe si pasojë e kësaj, komunave përmiren me 10 miliona euro, mirë po deri tash, në bazë statistikave që kemi, janë mbi 140 milion euro. E paramendoni, shumica absolute e këtyre mjeteve nga 140 milion euro kanë qenë të dedikuara për investime kapitale. Për nivelin qendror ndoshta nuk janë shumë pare këto, sepse ata i menaxhojnë me miliarda euro. Për nivelin lokal 140 milion euro janë jashtëzakonisht shumë. Dhe këto po ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në jetën e qytetarit. Do thonë nuk po mund të zbatojnë projekte kapitale, ndriçime publike, parqe, rrugë lokale, trotare, tjera, dhe për këtë arsye për neve si asociacion konstituimi i institucioneve qendrore është me rëndësi jetike sepse mund të kemi zgjidhje, edhe pse ish qeveria dhe ish kuvendi nuk ka dhënë asnjë sinjal pozitiv që është i gatshëm për të zgjidhur këto probleme. Po pra çdo ditë që po shkon edhe në fakt Kosova po humbet, njëkohësisht edhe komunat e Kosovës. Shkurtimisht me qenë se edhe jemi në minutat e fundit të kësaj bisede. E përmendet pak më parë që disa komune janë ankuar vazhdimisht për shkak të buxhetit që nuk është ndarë ndoshta në mënyrën e drejtë. Pse janë ankuar? Ndoshta për shkak të ministrive që nuk i kanë takuar pikërisht edhe partisë që janë vetë edhe kryetarët e komunave, apo cilat janë arsyet që ata i thonë? Po ashtu po del në bazë të analizave. Do thonë vitin e kaluar ko komuna cilat kanë marrë për shembull mbi 100 euro për kokë banori, e ka komunë cila vije nga Aleanca për shembull apo LDK-ja për Aleancë 1.80 euro për kokë banori, ka diskrepancë të jashtëzakonshme. Do thonë kanë qenë 4 komunat nga lëvizave të vendosur, të cilat në ndarjet buxhetore nga Ministritë e Linjës kanë përfituar jashtëzakonisht shumë krahasim me komuna tjera. Edhe këtë vit për shembull, shihet kjo që një komune cila është e qeverisur nga lëvizave të vendosje merr shumë më shumë mjete financiare për kokë banori sa Prishtina dhe Prizreni bashk. Do thonë këto janë ato analizat cilat bëhen edhe nga kryetarët e komunave dhe ato shihen. Dhe për këtë arsye ka pas reagime nga shumica absolute e kryetarëve, ku kanë thonë që Ministritë e Linjës po bëjnë hile sa i përket ndarjeve buxhetore. Për këtë arsye kemi kërkuar këtë grantin e 4, sepse nëse themelohet granti 4, mbi 100 milion euro në bazë të analizave tona që kemi bërë për projektet në vazhdimsi dhe projektet e reja, do të shkojnë kushtimisht në një thes, dhe nga e thes do të ndahen në mënyrë të barabartë për të gjitha komunat, duke i marrë parasysh kriterin numrin e banorëve dhe sipërfaqen e komunës, dhe atëherë gjithë kryetarët e komunave do të jenë të kënaqur. Mi po, kjo ka qenë më dukshme në qeverinë e fundit, apo edhe herave të tjera, se më duket me sa mbaj mend gjithmonë ka qenë arsyetimi i tillë nga ana e kryetarëve të komunave. Problemi qëndron që këtë herë shumica absolute me kryetarëve të komunave dyert në komunikim me nivelin qendror i kanë pas të mbyllura. Në 2 vitet e fundit radhasi, për herë të parë në Republikën e Kosovës ka ndodhur që në mes dëzimit të parë buxhetor për miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës dhe të dëzimit dytë, asnjë projekt i zhvilluar nga komunat nuk është marrë parasysh në Parlamentin e Republikës Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur më herët. Do thonë këtë herë 2 vite radhasi asnjë projekt i komunave i cili është dërguar në nivel qendror, në këtë rast në parlament, për të marrë parasysh, sepse ato projekte janë në interes qytetarëve, pa marrë parasysh se shikoni, kryetari i komunës kur zgjidhet, ajo është kryetari i komunës gjithë qytetarëve që jetojnë aty. Kryetari i komunës nuk i shikon qytetarët, është PDK, LDK, Aleancë të vendosje apo një grup caktuar etnik apo diçka tjetër. Ajo është kryetari i gjithë qytetarëve. Për atë arsye zhvillon projektet edhe aplikon me projekte. Për këtë arsye kryetarët kanë thonë që komunikimi me nivelin qendror gjatë qeverisë Kurti 2 ka qenë minimal. Do thonë nuk i kanë pas dyert e hapura për komunikim, projektet të cilat i kanë parasitur në Ministritë e Linjës nuk kanë pas përkrahje. Kur mungon komunikimi, normal që nuk është mirë për kryetarët e komunave të Kosovës, po në atë rast nuk është mirë edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Për këtë arsye neve kemi shpresuar dhe shpresojmë që me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës të fillojnë procedurat për amandamentimin e këtyre ligjeve, cilat i kemi kërkuar si asociacioni komunat të Kosovës dhe janë të parapara në strategjinë legislative.
Edhe nëse tash konstituohet kuvendi, procedurat cilat janë të parapara me legislacionin e fuqi tek ne, nuk besoj se do të arrijmë të kemi ndonjë rezultat gjatë këtij viti, mirë po është shumë do të ishte në dobi të komunave se të fillojmë procedurat për amandamentimin e këtyre ligjeve që të shohim një dritë në fund të tunelit. Po shpresojmë që sot marrim paktën një përgjigje pozitive, sepse në fakt para interesave të veta të secilit politikan duhet me e kuptuar që çdo herë pra edhe zoti Ibrahimi tregoi që çdo ditë është shumë e humbur për komunat e Kosovës, e sidomos tek qytetarët, sepse gjithë ato projekte bëhen për neve patjetër. Faleminderit shumë për kohën që japate. Ishte kënaqësi Besioni, faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë Agnesa, ne me kaq po e përfundojmë edhe këtë intervistë, po e kalojmë linjën te ju në studio.